Nevoja për kontrollin e sigurisë së fruta perimeve që konsumojmë është një kërkesë që theksohet shpesh nga qytetarët, sidomos kur ata informohen përmes mediave për fruta perime të bllokuara, apo edhe për ato që sekuestrohen si të dyshimta dhe mund të përfundojnë në treg në mënyrë arbitrare, shqetësimi i tyre rritet. Është kjo arsyeja që ata kërkojnë me të drejtë të rritet forca e kontrollit në tregje dhe të veprohet në mënyrën më transparente të mundshme në këtë drejtim. Sot janë hapur shumë pesticide, janë hapur helme shumë. Edhe kur i pash ishin kthy edhe këtej nga Kroacia, ishin kthy nuk e di se sa ma unë me mandarina, me të marrë frika me hangër. Greku është dje sa është ishte. Kudo që i prek, kudo që i vendorën, s'kemi garanci për atë. Blej me frikë. Se hajtë për shtyhet njëri me i marrë, por kur vjen puna nuk kena frikë me i marrë. Në ana e helme që i marrin këtë, po i përdorin shumë masë. Na, s'kena ku me marrë tjerat, na që me ba, ne këta do t'i marrim. Që me ba, një këta do t'i marrim, mira që jetë duhet shteti për mu kujdesu, një kjashtë. Me kontrolu ma shumë duhet, që na i këta të që s'kena ku me marrë tjerat. Dërsa për ato që vinë nga importi kërkohet vëmendje më e madhe sa i përket prodhimeve të fermerëve vendas në zonat periferike të Shkodrës, si në Ana e Malit, Bërdic, Gurizi, Postrib, Rrethina e të tjera, ata kanë besim në sigurinë e produkteve të tyre. Për ita që i blej për ditën janë kja zona anës Malit që i prodhojnë vetë. Për tregje tjera nuk di që me thanë. Për ita besej që janë se blej edhe që umështin edhe që besej që janë nuk pa thamë 100%, po bëja gjithë sigurta. Kontrol gjithkund marë, por mendoj që janë nërma të mirët, mendoj unë. Se kontrol duhet, se edhe është i diqka që këta zakonisht kanë në bakti, i majnë edhe me bimt me ple baktish. Pra është një nërë faktor që mendoj unë është mendja qetë. Shkodra ka disa tregje të hapura dhe për kontrollin e drejt për drejt të tyre ka detyrimin pushteti vendor përmes specialistëve përkatës. Megjithatë, nga koordinimi për ushtrimin e kontrollit nuk përjashtohet as autoriteti i kontrollit të ushqimit. Problemi është që kontrollet jenë sa më të shpeshta, me qëllim që konsumatorët të ndihen të sigurt për produktet që konsumojnë.